Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar Prime-in e natës së sotme. Tani pyetja që unë do të adresoj drejt jush është kjo. Apo ju dalin fjalët e mia që produksioni po mundohet që të ullë në tokë Mateon edhe të fuqizoj Rogertin? Tani, po të mos deshte produksioni që ta heqen nga shtëpia Mateon ose Stenaldon, nuk do t'ja jepte këtë mundësi Rogertit. Mund t'i jepte një mundësi që Rogertit të ndryshonte një nga banorët të cilët do t'ishin në nominim për ta zëvendësuar me një tjetër, por jo për të bërë një përballje kaq të fortë, një përballje e cila me patjetër që njërin do ta penalizon. Unë gjatë ditës së sotme në përkomentimet e mia kam folur se kush do t'jetë fituesi dhe unë e shoh që produksioni është duke e fuqizuar Rogertin për të dalë fituesi. Po, le ta heqim këtë pjesën. Tani çfarë ndodh? Pas gjithë atyre ofendimeve që Rogerti bën kundër drejt Stenaldos, produksioni e fuqizon dhe favorizon dhe i jep një mundësi shumë të madhe për të nominuar një dyshe. Në fakt e dija që do ta nominon Mateon dhe Stenaldon dhe duke e ditur që Stenaldo ka dhe një bilet të fatit, do me thënë, duke e ditur që Mateo ka një fanbase jashtëzakonisht të gjerë, duke e ditur që Mateo ka 2 fishin e fansave, por duke e ditur që edhe Stenaldo ka një mundësi të plot për të votuar pafund, por në fund të ditës nuk është vota e publikut ajo që vendos, por është produksioni ai që vendos. Mendoj që banori i cili do të largohet të martën, në qoftë se brenda shtëpisë nuk futet një zar fizi, edhe pse nuk e besoj në fakt në këtë pikë të lojës që janë të futet zar fizi në shtëpi dhe të anulohet ky televotim, nuk ma merr mendja. Do tentojnë banorët që të bëjnë veprime për ta prishur televotimin, jam shumë i bindur për këto gjëra që do tentojnë, por produksioni nuk do t'ju jep këtë luksin. Do me thënë që televotimi të prishet. Dhe banori që më së shumti rrezikon në këtë pikë të lojës për t'u larguar nga shtëpia, mendoj që është Stenaldo, sepse në qoftë se Mateo do krijoj afërsi këto 2 ditë me Brikenën, Mateo do të qëndrojë në shtëpi, po edhe nëse nuk krijon afërsi, do me thënë Mateo ka shumë situata të tjera që mund të krijoj debate të forta me Rogertin, mund të krijoj debate të forta me Mirin dhe mendoj që do të qëndron në shtëpi. Do me thënë Mateo i duhet produksionit, i duhet edhe Big Brotherit. Do me thënë për të krijuar këto dinamikat e forta, shumë këto zënkat e forta që unë pres që do të nisin që sonte. Por Stenaldo, mendoj që për Stenaldon produksioni këtu do të mbyll këtë rrugtim. Unë në fakt prisja që Stenaldo do të ishte fituesi i këtij viti, pasi që ne menduam që do të vlerësohet zgjuarësia, do të vlerësohet intelekti dhe do të vlerësohet një djalë i cili edhe pse është i verbër ka një guxim jashtëzakonisht të madh për të bërë gjëra që njerëzit me sy në ballë nuk kanë guximin që t'i bëjnë. Por normalisht interesi i produksionit është që të fiton Rogerti dhe u pa sonte që Rogerti do ta merr këtë lojë. Ai ishte e drejtë, mendoj që nuk ishte e drejtë, por në fund të ditës këto banorë kanë hyrë për të sfiduar njëri tjetrin, kanë hyrë për të nxjerrur nga shtëpia njëri tjetrin dhe me patjetër që Rogerti do të bënte një përballje kaq të fortë që Stenaldo dhe Mateo të shkojnë në një televotim kokë me kokë dhe njëri të largohet nga shtëpia. Në fakt Mateo e shoh shumë të dobët. Mendoj që situata me Brikenën, plus goditja e madhe që mori sonte që doli një djalë pa vlera dhe televotimi që është shumë i fortë, e goditi pak Mateon dhe dua të them që e çorientoi. Unë mendoj me që Mateo në këto 2 ditë nuk është në ditët e tij të luksit që të merret me Brikenën,
që të merret me lumturinë e Brikenës dhe që të merret me kënaqësitë e Brikenës. Mateo duhet të luajë, duhet të veprojë në qoftë se dëshiron që të qëndrojë brenda asaj shtëpie. Tani, ju thoni që Stenaldo ka një bilet kthimi. Bileta e kthimit në këtë pikë të lojës është thjesht një mundësi për të qëndruar brenda në shtëpi, por ai banor e di më që nuk do të jetë pjesë e finales së madhe dhe duke njohur karakterin e Stenaldos që gjërat e tij në jetë domethënë i provon vetëm një herë dhe nuk bën kthime pas, nuk ma merr mendja që pas daljes, që do të thuaj që është dalja nga publiku, por domethënë publiku në këtë pikë të lojës nuk e nxjerr as Stenaldon, nuk e nxjerr as Mateon. Janë dy banorë të cilët janë më të suportuar jashtë, janë dy banorë të cilët duartrokiten dhe i duan më së shumti jashtë. Por këtë banor e nxjerr produksioni. Do thënë produksioni do heqën Stenaldon nga loja. Ky është mendimi im, domethënë analiza që unë e bëj, sepse shumica mund të thonë ti, ok, Tiron, po mund të heqën produksioni, supozojmë edhe Mateon. Nuk e heq Mateon, se Mateo ka një lloj rrugtimi në këtë pjesë, dhe ka një lloj historie që edhe në qoftë se nuk është me Brikenën, edhe në qoftë se Brikena largohet dhe e potencon që unë nuk të dua, unë nuk dua të jem me ty, domethënë siç në një farë mënyrë e potencoi sonte, Rogerti gjithmonë do ta ketë Brikenën shënjestër për ta acaruar Mateon. Domethënë, Mateo ka një lloj trekëndshi për të ndenjur në shtëpi. Dhe Mateo do të vazhdon, unë e shoh Mateon në finale, me thënë drejtën, e shoh në finale. Ndërsa Stenaldon e shoh larg shtëpisë, unë mendoj sipas logjikës time se banori i cili do të largohet në këtë pikë të lojës është Stenaldo. Mendoj që Stenaldo Big Brotherin e tij e ka fituar, pa marrë parasysh që ndoshta nuk do të prekën atë skenë gjigande të finales, por Big Brotherin e tij e ka fituar. Po çfarë arritëm të kuptojmë nga ky Big Brother? Arritëm të kuptojmë që Rogerti, domethënë sa vjen dhe fuqizohet, dhe Rogerti do të jetë shënjestra për të hequr të gjithë banorët të mbetur nga shtëpia. Jam shumë i bindur për këtë gjë, sepse ka një suport jashtëzakonshëm nga produksioni dhe do të çojë në finale ato që Rogertit i leverdisin më shumë. Dhe sipas këtij konstatimi që unë shoh, domethënë unë Rogertin dhe Mateon e shoh në finale kok më kok. Kaq. Kjo sonte ishte një mundësi nga kutia e Pandorës. Domethënë, është një lojë mes produksionit edhe Rogertit. Por më vjen shumë keq për Stenaldon, i cili do të mbyll rrugtimin e tij në këtë pikë të lojës, sepse Mateo ka histori, dashurit gjithmonë kanë funksionuar dhe gjithmonë do të funksionojnë. Nuk e lën Brikenën vetëm në shtëpi dhe Brikena nuk është se ka fanbase të gjerë jashtë më shumë se Mateo. Dua të marr mendimin tuaj.